të meri që kemi pa, të njerëzve që vishin duke qajt, na tregojshin se na kanë vrarë njerëzit, na e kanë marrë matron kofinit, na e kanë djegë shtëpiat, dhe kemi dalë i madh i vogël, kush të mundet, me sakrifiku me mundësi që ka. Gjithë vendi i kallëm, i përvlom, i shkatrum, nuk më besoj se do bëhej, se prapë thëm vetit, pavarësisht se s'kam pas mundësi, pse s'kam shku me marrë pjesë edhe në luftë. Para se me shpërthy lufta ne pak a shumë, jo pak a shumë, po kemi qenë të informuar për lëvizjen UÇK-s. Masane për masivizimin e NATO-s që do të vazhdoje të ndihmojë UÇK-n, për thirrje që i bën Organizata e Kombeve të Bashkuara e NATO-ja, regjimit të Slobodanit që ta ndërprese masakrat, e se filluan të ekspozohen masakrat që vazhdojnë të bëjshin trupat paramilitare serbe, ushtria serbe. Pak a shumë kemi qenë të informuar, po jo deri në atë shkallë të kësaj përmase që po më vonë, që përjetuam më vonë. Saktësisht ne përjetuam, ose si të thush, e dallum se që u bon atje me lëvizjen e popullatës që u bon në kohën para bombardimeve, kur patëm një lëvizje masive, pleq, plaka, fëmijë, me karroca me kuaj, pa karroca fare, një shpinë të plagosëm, atëherë ne jemi, si thush, jemi sqaru, ose jemi sqaru bindshëm se çfarë po bëhet. Ç'është jeni kur e ke pa tëna popullat që e ka kaplu qytetin e Kukësit dhe janë të artu për punëtim e juve, dhe çka të boni, ç'a të shtyti ty me vendos me marrë një familje në familjen tënde? Të them të drejtën, jo vetëm mu, po i gjithë populli, po thuaj se e kanë lëshu gjujt nga dhimbja, nga tmerri që kemi pa, të njerëzve që vishin duke qajt, na tregojshin se na kanë vrarë njerëzit, na e kanë marrë matron kofinit, na e kanë djegë shtëpiat, nuk ngeli njëri pa u sensibilizu, pa u aktivizu, dolën përpara, se grumullimi ka qenë tek Pallati i Kulturës, u krijuan shtabet e pritjes popullatës, aty bani thirrje shtabit që kush ka mundësi të ndihmoje, me çat kese mundësi, dhe kemi dalë i madh i vogël, kush të mundet, me sakrifiku me mundësi që ka. Nga vetë strukturën e mi qytet me banesa, pallate që i themi, banesat kufizume, edhe lëvizja e popullit tonë nuk ka qenë shumë e madhe, kemi qenë shtënjë si tuf në për shtëpia, jemi mundu me sa kemi pas mundësi, me marrë njerëz në për shtëpia, me qu rroba, me qu ushqime. Sa ndarë familjes prej Kosovës i ke marrë, i ke mbrojtë? Unë kam marrë një familje, po familjet e Kosovës ishin të mëdhaja, në krahasim me ne, se ne jemi mikrofamilje në krahasim me jetojshin kosovarët, me familjet të mëdhaja, ndoshta edhe duke ardhe të grumullu ma shumë edhe me fikse, me senator, se duke menu se sa ma shumë bëmi, aq ma të sigurt jemi, se dhe atje ishte një paragjikimi se në Shqipëri ka rëmuja, se faktikisht para plasjes luftës në Shqipëri e kapi 97, a kishte rëmuja e sene, edhe ato ishin të informum. Jo sa duhet, po pak a shumë. Dhe kemi dalë, edhe unë kam dalë të Pallati i Kulturës, jam nis veç të marrë që të gjinem dikujt një familje afër, edhe unë kam qenë shtret të shtëpia, kallabllek njerëz të shtëpia, nuk kisha mundësi mistër u për me fjet, kam marrë një familje prej 7 antarësh, prej mëngjesit deri në darkë, duke i la, duke i shpërla, duke u gatu, duke ashtu. Për fatin tim, ai kishte lëviz me një zitor, edhe e kishte rregullu kabinën e zitorit si dhomë për fjetje, gjithë ditën ato rishin tonë, hajshin, pishin, u laqin, u shpërlaqin, në darkë ishte lehtësi për mua që ato flishin në atë zitorin. Dhe ka nejt deri sa bombardën NATO u kthytën, ikën prezent, të nesme sa ka shkuat natë në prezent ai që jetonte te unë si tush, ose trajtohej ditën me ushqime, me veshmatje, me të lame, me çpërlame, ka ardhe më ka marrë me domos, me ardhe me pa të shtëpia ime. Kur shkoj thash, çka ka me pa, se ti kish pinë djegme, se mora vesh se kishte një vlla me UÇK-n, edhe këto i kishin djegë katru shtëpiat në Tusus. Kam shku të nesmen, i kam gjetë shtëpiat e kallme. I plagështum, nuk më besoj se do të rimkami ki populla, do të vijnë baza për me jetu e sen. Biles, edhe masi kam shku, e kam bo edhe një gjiro me do shok, rreth e rrotull Kosovës, për thuja jam nis në Suarek, në Shtimje, në Prishtinë, jam këthy në fush Kosovë, kam marrë në Pej, në Deçan,
në Gjakova dhe gjithë vendi i kallëm, i përvlom, i shkatrum, nuk më besoj se do bëhej, që do bëhej në ditë do bëhej, po se po bëja e shpet, për ngrija e shpet nuk ma besu kur në të kurës, kur mas, si të thush, 2-3 vjetë që kam kalu përsërim këta, nuk më besoj se a shkatru në atë mas. Kam një farë, si të thush, respekti për këtë popull, se popull punëtor, popull i mobilizum shpirtnisht, moralisht, edhe ori ngritën, është e pa besueshme. Për mu që e kam përjetu, se fëmiva që u bëndë fjallë për mba të regu, se nuk e besojnë ato, absolutisht. Ato dalin dhe sot thonë që Kosova faktikisht është ma lartë se sa në standard jetese, në infrastrukturë, në gjitha gjanat. Fëmive nuk ka shanset pa mu këmine, po edhe mu nuk më besoj që e kam përjetu këtë ngjarje. Kam respekti më të madh. Qysh po më një kohë, kishe në një mënyrë, edhe ti ke kontribu për luftën e Kosovës, në ke ndihmu familjet shqiptare cila kanë ardhur në Kosovë të ejta. Shpirtnisht një gjohë mirë. Ashtë e pa diskutuar me punë, po pavarësisht se prapë e thëm vetit, pavarësisht se s'kam pas mundësi, pse s'kam shku me morë pjesë edhe në luftë. Edhe nështë e një gjë vetën debitor më këtë drejtim, se s'kam shku me morë pjesë edhe në luftë, nuk ka konë nevoja, po qa kam pas mundësi, jam përkushtu. Jo vetëm unë, po i gjithë populli, i madhe i vogël, pa asë një lloj dallimi, pa asë një lloj, se cili ka kontribuar në atë pjesën e vetë, me sa ka pas mundësi. Jemi mundu me shku, kanë ardhë të organizu, me marë armatim, me marë fishek, me marë gjana, kam dalë të mlidhë në për pazarë qanta që të mufen me fisheke, me sene, me kalu, ma thënë kufinit me një mu. Janë gjana që i kam përjetu, i kam përcjell vetë, kam shokan e ma thonë që më përcjell dhe në kufi me të përcjell, vetëm me dhana atë pjesën e kontributit. Kina dhonë maksimumin, po prapë se prapë, një ju thot jam debitor, nga që duj me dhanë.